Ashtu edhe siç pritej, çmimet e derivateve të naftës kanë pësuar rritje të ndjeshme. Komisioni Rregullatori i Energjetikës njoftoi se dizeli rritet për 14.5 denar, kurse benzina për 5 denar, ndërsa çmimi i vajit ekstra të lehtë do të shtrenjtohet për 12.5 denar për litër. Vendimi do të hyjë në fuqi në mesnatë. Në bazë të vendimit të ri, çmimet Eurosuper BS95 dhe Eurosuper BS98 do të shtrejtohen për 5 denar për litër dhe në bazë të këtij vendimi, 1 litër Eurosuper BS95 do të kushtoj 79.50 denar për litër, ndërsa Eurosuper BS98 do të kushtoj 81.50 denar për litër. 1 litër dizel do të kushtoj 85.50 denar. Pas zhvillimeve të fundit në lindjen e mesme ndër pasojat e para që është ndjerë është rritja e çmimeve të naftës në Berzë. Kështu që në fundjavë nisën radhët e gjata të veturave në përpompa benzine, sepse pritej se të hënën kërrej do të caktonte çmim të ri të derivateve, që ashtu siç pritej do të ishte më i lartë. Kryeministri Kristian Mickosi u shpreh se nëse do të ketë rritje të menjëhershme të çmimeve, qeveria do të intervenojë në seancën e rregull që mbahet të martën. Furnizimet e shumta me naftë zbrazën pompat e benzinës dhe disa prej tyre kufizuan furnizimet. I pyetur për këtë situatë, kryeministri tha se Inspektorati Shtetëror i Tregut është në terren, po shtoi se deri te kjo ka ardhur pasi shtetas të huaj vinin tek ne për të furnizuar me naftë për shkak se te ne është më lirë.